Kryetari sapo zgjedhur komunës së Çashkës ka marrë sot edhe zyrtarisht detyrën, duke u bërë kryetari i parë shqiptar që do të udhëheq me këtë komunë. Sonte në mesnatë fillon heshtja zgjedhore e cila do zgjasë deri të dielën në orën 19 mbi 1 milion qytetarë do të votojnë të dielën për kryetarët e ardhshëm komunave të tyre dhe për qytetin e Shkupit. Ajri ndodhur, mbeturinat si dhe ushqimet jo të shëndetshme kanë ndikuar që këtë vit gripi sezonal paraqitet më herët. Ekspertët u bëjnë thirrje qytetarëve që të rrisin kujdesin ndaj higjienës dhe të shmangin ushqimet që përmbajnë pesticide. Ish-kryeministri i Shqipërisë Fatos Nano ka ndruar jetën sot në moshën 73 vjeçare. Nano ka qenë një ndër figurat më të spikatura të tranzicionit demokratik pas viteve 90. Të nderuar shikues, përshëndetje. Çashka nga sot do të flas shqip, pasi Suad Shaqiri dhe zyrtarisht mori detyrën e kryetarit të kësaj komune. Ai tha se do të jetë kryetari të gjithëve pavarësisht të përgjegjësisë etnike apo fetare. Shaqiri tha se do të jetë zëri i qytetarëve. Ai theksoi se kanë program të realizueshëm duke filluar nga uji, infrastruktura, po ashtu tha se do të kërkojnë shërbime mjekësore për qytetarët në ato vendbanime ku nuk ka. Çashka nga sot do të flas shqip, pasi Suad Shaqiri edhe zyrtarisht mori detyrën e kryetarit të komunës së Çashkës në një deklaratë ekskluzive për televizionin Shenja. Shaqiri tha se do të jetë kryetari të gjithë qytetarëve, pa dallim të përkatësisë etnike dhe fetare. Do të jem zëri i gjithë qytetarëve pa asnjë dallim në asnjë formë, as mënyrën fetare apo as kombëtare. Të gjithë qytetarët me mua do të trajtohen të barabartë. Vi si kryetari komunës dhe me 6 këshilltar, që sot e konfirmuam se kemi shumicën e këshillit të komunal, që i ka gjithsejt 11, kurse 6 janë të koalicionit tonë. Zbuloi edhe projekte që do t'i realizoj në mandatin e tij 4 vjeçar. Platforma ime është domethënë platformë reale, program real, me cilët qytetari me ato që ballafaqohet, ato do të kemi dhe prioritet. Duke u nisur nga shërbimet publike të transportit, duke u nisur nga çështja e vendbanimeve që të cilët ballafaqohen me mospasjet e ujit, nga vendbanimet të cilët nuk kanë vizita mjekësore, sigurisht që ne do të jemi zëri i këtyre qytetarëve në institucionet qendrore, që të kemi bashkëpunim, të kemi marrëveshje të ndryshme, që të paktën në vendbanimet të Çashkës të ketë minimum vizitë mjekësore, sepse akoma ballafaqohen me mospasjet e mjekëve vendbanimet maqedone. Veç Shaqirit, sot mandatin e morën edhe këshilltarët komunal të komunës së Çashkës, në të cilën lista e kryetarit Suad Shaqiri ka shumicë prej 6 këshilltarësh, ndërkaq partitë tjera së bashku kanë 5 këshilltarë. Kandidati i koalicionit të vlen për kryetar të komunës Haraqinës Daud Beqiri sot zyrtarisht mori mandatin e kryetarit të kësaj komune. Pas marrjes së mandatit ai tha se nga sot fillon një kapitull i ri për Haraqinën. Fushata mbaroi, zgjedhjet mbaruan, tash na presin shumë punë, tha Beqiri. E u zotua se do të punojnë me ndershmëri, me transparencë dhe dashuri ndaj vendit. Ai sqaroi se gjatë fushatës është takuar me çdo qytetar dhe se i di problematikat e të gjithëve. Po besoj se me një ekip të mirë, me këta këshilltar, me këta administrator, me këtë rini të mrekullueshme të Haraqinës, me këto profesionistë të ndryshëm, me këto intelektual, me mastera, me doktoratura, besoj se do kemi shumë sukses dhe do mburremi me Haraqinën, do e bëjmë Haraqinën krenare dhe do zhvillojmë vendin tonë se ja kemi borxh. Andaj deshta vetëm me ju falenderoj të gjithë qytetarëve për besimin që na i dhanë me votë. Tash nga premtimet kalojmë në vepra dhe shpresojmë të punojmë me nder për Haraqinën, andaj desha t'ju falenderoj dhe në përgjithësi të gjithëve bashkarisht të punojmë për një Haraqinë që meritojnë të gjithë. Faleminderit dhe na prift të mbara bashkarisht. Prej sonte në mesnatë fillon heshtja zgjedhore e cila do të zgjasë deri të dielën pranë orës 19. Më 2 nëntor, kandidatët e 32 komunave dhe për qytetin e Shkupit do të bëjnë një përpjekje të dytë për fituar garën për zgjedhjet lokale. Sonte në mesnatë përfundon fushata zgjedhore për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Shkup dhe në 32 komunat e tjera të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilat zhvillon të dielën më 2 nëntor.
Sipas kalendarit zgjedhor, prej mesnatë fillon periudha e heqjes parazgjedhore, e cila zgjat deri në orën 19 të së dielës përpara hapjes së qendrave të votimit në komunat ku do të zhvillohet raundi i dytë për kryetar, paraprakisht të sëmurët edhe të pafuqishmit, të burgosërit edhe personat në arrest shtëpiak, të cilëve aplikacionet janë pranuar nga komisionet komunale, do të jenë të parë që votojnë të shtunën. Në përgjithësi, 1.013.375 votues kanë të drejtë vote në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale më 2 nëntor. Për zgjedhjen e kryetarit të komunës të dielën do të votohet në 32 komuna dhe në qytetin e Shkupit, ndërsa në 3 vendvotime në komunën e Shutë Orizarit do të përsëritet votimi për këshilltar për shkak të parregullsive të konstatuara gjatë votimit më 19 tetor. Sipas informacioneve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale janë paraqitur 4.826 persona të sëmurë dhe të paaft, ndërsa më së shumti kanë në Kërçov 823 persona. Zgjedhjet e këtij viti vijnë në një situatë ku VMRO-DPMNE udhëheq në shumicën e komunave pas raundit të parë dhe koalicioni Vlen ka arritur që të fitojë në disa komuna që pas shumë dekadave ishin bastionet të BDI-s. Në garën për 2 nëntor në qendër të vëmendjes janë qyteti i Shkupit, si edhe komunat e Tetov, Kërçova, Struga, Bervenica, Bogovina e tjera. Raundi i dytë të dielën do të jetë vendimtar pasi që të krijohet harta e re politike në maqeninë e Veriut. Lideri i LSDM-s Venko Filipçe tha se mbështetësit e partisë së tij do të vendosin vetë se për cilin kandidat do të votojnë në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale, aty ku LSDM nuk ka kandidat. Ai kërkoi mbështetje maksimale për komunat ku LSDM ka kandidat në rrethin e dytë. Filipçe bëri thirrje për dalje masive në mënyrë që të vazhdojë të zvoglohet numri i votave të VMRO-DPMNE-s. Lideri i LSDM-s Venko Filipçe nuk do ju tregoj votuesve të partisë së tij se këtë votojnë. Ai porosit votuesit e LSDM-s që do votojnë sipas bindjeve të tyre dhe vlerave që përfaqësojnë, ndërsa shton se nuk e ka ndërmend të hyjë në asnjë konspiracion ose marrëveshje të fshehtë për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Ne nuk do të ndërhyjmë, as nuk jemi ndërhyrë, në kalkulime ose në ndonjë marrëveshje të fshehtë. Çdo qytetar, çdo antar, çdo simpatizues ka të drejtë të plotë të vendosë në pajtim me bindjet e tij, të votojë për kandidatin që ka vlera më të përafërta me idenë e socialdemokratëve, për udhëheqje të ndershme, për respekt, barazi dhe zhvillim. Gjithashtu ai kërkon mbështetje maksimale për komunat ku LSDM ka kandidat në rrethin e dytë. Ai bëri thirrje për dalje masive në mënyrë që të vazhdojë të zvoglohet numri votave të VMRO-DPMNE-s. Këtë zgjedhje janë shanse të tregohet se populli nuk blihet, nuk gënjet dhe nuk mund të poshtërohet. Vlerësoj se duhet të vazhdojë trendi i uljes së mbështetjes së kësaj garniture qeveritare. VMRO-DPMNE ka humbur 140.000 vota për vetëm një vit. Kjo është një sinjal i qartë se disponueshmëria opozitare po rritet. Filipçe theksoi se të dielën më 2 nëntor çdo vot mund të bëjë dallime të mëdha dhe u bëri thirrje qytetarëve që të votojnë për pushtetin lokal, që siç u shpreh, do të jetë i hapur për ta dhe nevojat e tyre. Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuale me anë të një komunikate bën ditur se gjatë heshtjes zgjedhore mediat vazhdojnë të raportojnë për zgjedhjet dhe për rrjedhën e votimit, por nuk guxojnë të emetohet asnjë nga format e prezantimit mediatik zgjedhor. Nga agjencia theksojnë se gjatë raportimit ditët e heshtjes zgjedhore konsiderohet transmetimi çdo informacioni, fotografi, materiali audio dhe audiovizuale që lidhet me ose përfshin pjesëmarrësit e zgjedhjeve, çdo formë e raportimit mediatik që është hapur ose fshehur azin funksion të fushatës së dikujt dhe mund të ndikojë në vendimin e votuesve, të dhëna që zbulojnë identitetin e subjekteve politike dhe ose individëve të përfshirë në incidente ose parregullsi në ditën e votimit, si dhe deklaratat e kandidatëve në procesin zgjedhor, përfaqësuesve të partive politike dhe mbajtësve të funksioneve në organet e pushtetit. Agjencia pret që gjitha mediat duke filluar presonte në mesnatë ta përshtatin programin e tyre me heshtjen zgjedhore. Kryetaria e qytetit të Shkupit Danela Arsovska e fali njërin prej sulmuesve të saj. Gjykata ka dënuar me 2 vjet burg me kusht Recep Nuredinin pasi ai e ka pranuar fajin.
Gjykata penale e Shkupit e ka dënuar me 2 vjet burg me kusht Recep Nuredinin, njëri nga 2 sulmuesit e kryetares së qytetit të Shkupit, Danela Arsovska, për incidentin që ndodhi në korrik të këtij viti, kur ajo u sulmua fizikisht dhe verbalisht gjatë një vizite në ndërtesat pa leje në Çajir. Nuredini nuk do ta kryej dënimin në rast se nuk kryen ndonjë krim tjetër në 5 vitet e ardhshme, bazuar në pranimin e veprës për sulmin ndaj Arsovskës. Avokati mbrojtës Nuredinit Nasir Raufi në një deklarat për media pas seancës së sotme tha se i pandehuri duke pranuar fajsin kontriboi në efikasitetin e procedurës dhe se në këtë rast urdhërua edhe mbikëqyrja mbrojtëse së bashku me masat e lirimit me kusht. I akuzuari Recep Nuredini sot në seancën kryesore tregoi pendim të siqet për atë që e kishte bërë për sjelljen e tij të vrashtë ndaj palës së dëmtuar. Megjithatë, vetë kryetari i qytetit të Shkupit tregoi virtytin e fjalës së të pandehurit e për atë që kishte bërë. Ajo as nuk u përfshin në ndjekjen penale, as nuk parashtroi kërkesë ligjore pasurore, gjë që ndihmojnë në shqiptimin e dënimit maksimal alternative në këtë rast. Më 11 korrik të këtij viti, Arsovska si kryetare e qytetit të Shkupit u sulmua gjatë një inspektimi të ndërtimit të paligjshëm në komunën e Çajirit. Sipas aktakuzës, Recep Nuredini akuzohet për kryerjen e veprës penale të dhunës, ndërkaq që në fillim të shtatorit të këtij viti, gjykata penale e Shkupit dënoi të akuzuarin e parë në sulmin ndaj Arsovskës, Sulejman Lamallari me 2 vjet burg. Në seancat dëgjimore para vendimit, ai mohoi me vendosmëri akuzat se sulmoi Arsovskën dhe tha se nuk ishte ai sulmuesi në këtë rast, por viktima. Në 25 vjetorin e rezolutës 1325 të OKB-s që u shënua në Shkup, u bë thirrje për ndërmarrjen e aksioneve të menjëshme për përforcimin e rolit të gruas në ndërtimin e paqes në botë. Presidentja e shtetit porositi se realizimi i drejtave të grave përforcon demokracinë, ndërsa pavarësia pamundson drejtësinë, ndërkaq euroambasadori ka ndarë dhëna nga numri i grave të vrara në konflikte. Barazia gjinore nuk është privilegj feminist as egocentrizëm femror, por është imperativ human, ka porositur presidentja e shtetit Gordana Siljanovska-Davkova gjatë shënimit të 25 vjetorit nga miratimi i rezolutës 1325 të OKB-s, gra, paqe dhe siguri. Ajo tha se realizimi të drejtave të grave përforcon legitimitetin demokratik dhe kredibilitetin e çdo sistemi politik, ndërsa pabarazia e pamundson drejtësinë, cenon paqen dhe rrezikon sigurinë. Presidentja theksoi se normat tradicionale të përjashtimit të grave nga procesi i vendimarrjes nuk janë zakon por padrejtësi dhe se dhuna dhe siguria e grave nuk janë çështje të grave por çështje kyçe shoqërore. Për të përballur dhe për të kapërcyer konfliktet, nuk mjafton të nënshkruash një marrëveshje paqeje, por është e nevojshme të ndryshosh marrëdhëniet shoqërore, të respektosh vlerat dhe parimet themelore, të praktikësh reliket e patriarkatit dhe provincializmit dhe të ndërtosh një kulturë demokratike jetese. Do të pajtoheni me mua se gratë kanë aftësinë ta transformojnë deklarativën në realitet përmes angazhimit të përditshëm, aktiv dhe të gjithanshëm në të gjitha dimensionet dhe sferat e jetës shoqërore. Ambasadori i BE-s në Shkup Mjalis Rokas theksoi se në vitet e fundit vetëm një proces negociatash ka përfshirë gratë në tryezën e negociatave, 4 herë më shumë gra dhe vajza janë vrarë në konflikte krahasuar me 3 vitet e mëparshme dhe në të njëjtën kohë, shpenzimet ushtarake globale janë rritur me 9.4%. Është e nevojshme të kërkohet një transformim i vërtetë i institucioneve, strukturave të pushtetit dhe mënyrave se si ndërtohet paqja, me pjesëmarrjen e plotë të grave në proceset e paqes, forcimin e mekanizmave për të marrë me ato që janë përgjegjëse për dhunën ndaj grave, forcimin e mbrojtjes së atyre që ndërtojnë paqen dhe aktivistëve që luftojnë për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, integrimin e parimeve të kësaj agjende në ligje dhe buxhete dhe promovimin e fuqizimit ekonomik të grave. Ndërkaq koordinatoria e zyrës së OKB-s për gratë Vesna Ivanović Kastarde bëri thirrje të ndërmerret masa për përmirësimin e situatës.
Jemi dëshmitar të konflikteve që ndodhin momentalisht dhe derisa flasim për momentin gratë vuajnë dhe vdesin. Në konflikt, nevojat specifike të grave janë veçanërisht të theksuara. Shumë pak misione paqëruese përfshin gratë si vendimarrëse. Shumë pak plane veprimi kombëtare financohen globalisht. Ky përvjetor nuk është thjesht një jubilej që duhet shënuar, është një thirrje për veprim, për të mbrojtur të drejtat njerëzore të grave, për të luftuar të gjitha format e dhunës ndaj grave, për të siguruar pjesëmarrjen e plot aktive të grave në të gjitha proceset e paqes dhe sigurisë. Rezoluta 1325 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s është rezoluta e parë e kësaj organizate që njeh ndikimin e veçantë që kanë konfliktet e armatosura mbi gratë dhe vajzat. Kërkon pjesëmarrje të plotë dhe të barabartë të grave në të gjitha fazat e proceseve të paqes dhe vendimarrjes, kërkon mbrojtje më të fortë ndaj dhunës seksuale dhe bazuar në gjini gjatë dhe pas konflikteve, si dhe thekson rolin e grave si aktore aktive për ndërtimin e paqes. Nga Prokuroria Themelore Publike në Kumanov kërkojnë paraburgim për një shtetas të Serbisë, pasi është kapur duke transportuar rreth 130 kg marihuanë. Sipas njoftimit të prokurorisë, shtetas i Serbisë po drejtonte një kamion me targa të Slovenisë, ndërsa droga ishte fshehur në 14 çanta. Më 29 tetor, në pikën kufitare të Abanoc në një kamion me gjysmë rimorkio me targa slovene, shtetas i Serbisë është përpjekur të kaloj 129.7 kg drogë narkotike marihuanë. Droga vendosur në 14 çanta të fshehura në kamionin në pronësi të një kompanie transporti nga Slovenia është zbuluar nga doganierët gjatë kontrollit të automjetit, thuhet me thirash në komunikatën e prokurorisë. Ajri ndotur dhe nga veturat mbeturinat si dhe ushqimet jo të shëndetshme janë disa nga faktorët që kanë shkaktuar rritjen e personave të sëmur me grip personal. Mjekja Sefjane Bellçishta ka sqaruar për televizionin shenja se ushqimet e trajtuara me pesticide ndikojnë në dobësimin e imunitetit dhe shfaqjen e infeksioneve. Ajo bëri apel për kujdes të shtuar në higienë dhe ushqim. Ndërsa temperaturat po ulën, rastet e gripit po rriten çdo ditë. Në ordinancat mjekësore, numri i pacientëve me simptoma të ngjashme gripale është shtuar ndjeshëm. Koll, ethe dhe lodhje janë disa nga shenjat që po i detyrojnë qytetarët të kërkojnë ndihmë mjekësore. Se si ta vërejmë gripin e zakonshëm nga një virus sezonal dhe çfarë masash duhet të marrim për ta parandaluar, kemi kontaktuar mjeken Sefjane Bellçishta, e cila sjell këshilla të vlefshme për shëndetin në këtë periudhë të vitit. Tani mund të themi se sezona e gripit sipas kalendarit do të fillojë prej muajit tetor, mirë këtë herë filloi ti pak më herët me simptome të një rrjedhje hundës, një kokëdhimbje, të shitje, ishin simptomet e lehta, të cilat te dikush u komplikuan se për shkak arsyeve tjera, për shembull ushqimi më i dobët te ata persona apo imuniteti më i ulët te ata persona, edhe komplikimet fillon të marrin ndezje të fytit, ndezje të veshit, apo ndezje të organeve të poshtme respiratore, si dhe shumica të gratë, ma tepër kemi pas edhe ndezje të pjesës së poshtme urogenitale. Shkaku për këta simptome që u paraqiten edhe sezona është se shumica prej tyre nuk i kanë marrë në kohë gjatë kohës së fëmijës vaksinat, se vaksina shumë na ndihmon për rritjen e imunitetit, si dhe mbrojtjen për disa sëmundjeve të cilat mund të jenë edhe fatale te dikush dhe mbarojnë me vdekje. Mjekja thekson se përveç mungesës së vaksinimit në moshën e hershme, këtë vit sëmundjet gripale janë përhapur edhe për shkak të ndotjes së ajrit dhe ushqimit. Sipas saj, ajri i ndotur nga veturat dhe mbeturinat, si dhe ushqimet e trajtuara me pesticide, ndikojnë në dobësimin e imunitetit dhe shfaqjen e infeksioneve. Ajo paralajmëron se konsumimi i ushqimeve të kontaminuara mund të shkaktoj diare apo helmime, dhe në raste kur simptomat zgjasin mbi 3 ditë, duhet kërkuar ndihmë mjekësore. Mosha që preket më së shumti ndaj gripeve sezonale, ajo tha se është prej moshës 6 muaj deri në 4 vjeç. Më tepër preken fëmijët të prej moshës, dhe themi prej 6 muaj fëmijët deri në 4 vjet, mande fëmijët shkollor, se aty ambienti është i mbyllur, njëri të jetë i sëmur, me një teshitje apo me një kollitje mund të andjese të kolektivi që janë aty në ambientin e mbyllur.
si dhe mosha mbi 60 vjeçare, edhe ata kanë imunitetin më të dobët, se metabolizmi ka ata është më i ngadalshëm për të bërë ndonjë ndryshim në organizmin e tyre, si dhe pacientët që janë me smundjet kronike, si dhe pacientët me smundjet nefrologjike, do të thotë si dhe pacientët që kanë smundje me eshnat, që kanë formë reumatike që u paraqit si ndonjë artrit. Mjekja thekson se këtë vit vaksinat janë të kombinuara, pasi përfshin edhe atë kundër COVID-19, i cili është paraqitur sërish, por në një formë më të lehtë. Ajo bëri apel për kujdes të shtuar në higienë dhe ushqim, pasi mungesa e tyre mund të komplikojë viruset sezonale. Po ashtu, mjekja shpjegon se viruset e grupit A transmetohen përmes kontaktit të drejt për drejt mes njerëzve, ndërsa të grupit B edhe nga kafshët tek njeriu. Ndaj duhet pasur kujdes në çdo rast. Në fund, ajo këshillon që prindrit të ruajnë pastërtinë e fëmijëve pas daljes jashtë, të ndërrojnë rrobat dhe të kujdesen për ushqimin e shëndetshëm. Konsumimi i frutave sezonale, si rrushi, mollët dhe gështenjat, ndihmojnë në forcimin e imunitetit dhe mbrojtjen natyrale të organizmit. Kompania Alkaloid shënoi shitjet konsoliduara prej 246,6 milion eurosh dhe eksport prej 160,4 milion eurosh në periudhën janar-shtator 2025. Krahasuar me vitin e kaluar, shitjet u rritën me 7%, ndërsa fitimi konsoliduar arriti në 1,48 miliard denar, me rritje prej 8%. Në tregun vendas u shënua rritje prej 17%, ndërsa 65% e shitjeve vinë nga eksporti. Rritjen më të madhe shënuan Austria, Holanda, Suedia, Finlanda dhe Afrika e Jugut. Segmenti farmaceutik dominoi me 91% të shitjeve, kryesisht në antibiotik dhe preparate OTC. Alkaloid informoi se investimet arritën në 929 milion denar, ndërsa kompania bashkëpunon me mbi 1.000 furnizues vendor. Alkaloid ka 2.996 punësuar, prej cilëve 2.251 në Maqedoninë e Veriut, për cilët shpërndau regres pushimi prej 44.500 denarve. Aksionet e kompanisë u rritën me 31,7%, ndërsa dividendat ishin 16,7% më të larta se në vitin 2024. Vazhdojmë të me lajmet. Kryeministri i Shqipërisë, ish-kryeministri Fatos Nano, ka ndruar jetë sot në moshën 73 vjeçare. Ish-kreu i Partisë Socialiste ndodhej në reanimacion prej gati një muaj në një spital në Kryqytet. Nano u shkëput nga politika në vitin 2005 dhe ka qenë kryeministër gjatë viteve 1991, 1997, 98 dhe 2002-2005. Ai ishte themeluesi i Partisë Socialiste dhe kreu i parë i saj, ndërsa për 13 vjet ishte kryetari i Partisë Socialiste. Fatos Nano ka qenë një ndër figurat më të spikatura të tranzicionit demokratik pas viteve 90-ta. Ai udhëhoqi Partinë Socialiste që nga themelimi i saj, duke e kthyer në një forcë të rëndësishme politike dhe më pas në parti qeverisëse. Në vitet kur Shqipëria përballej me sfida të mëdha ekonomike dhe shoqërore, Nano mbajti disa herë postin e kryeministrit, duke lënë gjurmë në proceset e reformave dhe në përpjekjet për stabilizimin e vendit. Gjatë karrierës së tij, Nano është vlerësuar për rolin e tij në modernizimin e së-majtës shqiptare dhe afrimin e politikës shqiptare me standardet europiane. Ai do të kujtohet si një figurë që la ndikim të fortë në jetën publike dhe në kulturën politike të Shqipërisë. Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, është takuar me liderët e partive politike. Në takim është konstatuar se asnjë parti nuk e ka shumicën e nevojshme. Sipas presidentes, në takim është lënë mundësia edhe për një takim të dytë, por është biseduar edhe mundësia e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Disa nuk kishin shumicë e disa dëshiruan të takohemi sërish. Ju e dini që sipas kushtetutës janë 10 ditë të afatit që skadon më 5 nëntor. Deri në atë datë do të komunikoj vazhdimisht dhe kushdo që ka gatishmëri që të takohemi sërish, që përfundimisht a ka caktim të mandatarit të dytë, ajo do t'i pres, është shprehur Osmani. Liderët e partive politike pas takimit në deklarata për media kanë dhënë edhe disa të mundësi të mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Procesi ndaj shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Hag po hyn në një fazë të re me dëshmi të rëndësishme që pritet të jepen gjatë muajit nëntor. Sipas zhvillimeve të fundit, ish ambasadori amerikan Christopher Hill do të jetë i pari që do të paraqitet në gjykatë në fillim të muajit, ndërsa pas tij më 19 nëntor pritet të dëshmojë generali amerikan Wesley Clark.
Trupi gjykues ka reaguar duke ngushtuar afatet për ekipet mbrojtëse të Hashim Thaqit dhe Jakub Krasniqit që të dorëzojnë provat e tyre, një vendim që ka ngjallur pakënaqësi në radhët avokatëve. Ata po pretendojnë se gjykata po përdor standarde të dyfishta pasi prokuroria ka zgjatur procesin për më shumë se 4 vjet pa pasoja për shkak të pritjes së dëshmive nga zyrtarët amerikan. Mbrojtja ka vendosur të mos realizojë dëshmi përmes videolidhjeve, ndonse kjo ishte propozuar nga kryegjyqtari Charles Smith. 3 vendet anëtare të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në rajonin evropian kanë rënë dakord për një vizion përbashkët lidhur me politikat e tyre shëndetësore për vitet në vijim. Programi i dytë i Europian pra i punës 2026-2030 u miratua unanimisht nga vendet gjanmbledhjes vjetore të Komitetit Rajonal të OBSH-s në Kopenhag, njoftoi organizata. Strategjia e re 5 vjeçare përshkruhet nga OBSH Europa si një hartë rruga ambicioze dhe orientuar drejt veprimit për ndërtimin e shoqërive më të shëndetshme, më të drejta dhe më të qëndrueshme në rajon. Drejtori rajonal Hans Kluge e quajti këtë marrëveshje një busull shëndetësore në një epokë të turbullt. Po mbyllim këtë edicion të lajmeve këtu të nderuar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje edhe atëherë.